Edhe 9 raste të konfirmuara të gripit në Maqedoni, 2 prej tyre janë fëmijë. Prej fillimit të muajit e deri tani ka gjithsej 13 të sëmurë, prej të cilëve 8 janë të prekur nga gripi A-H1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave. 2 pacientë e klinikës për sëmundje infektive janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Njëri pacient është në respirator mekanik dhe është pacient 38 vjeçar. Pacienti tjetër është i moshës 70 vjeçare dhe ai është vetëm me terapi oksigjeni, nuk është në respirator mekanik. Ai në moshën 38 vjeçare deri tani nuk ka pasur sëmundje kronike, ndërsa pacienti i dytë është me sëmundje paraprake kronike. Mjekët paralajmërojnë se gripi do të marrë hovë më të madh gjatë kësaj periudhe të vitit, veçanërisht në muajin shkurt. Ata bëjnë thirrje që nëse paraqiten simptomat e para të gripit si kollitje, teshtitje, temperaturë e lartë dhe plogështi në muskuj, qytetarët tu drejtohen mjekëve pa humbur kohë. Për të gjithë ata që janë të sëmurë kronik, më sakt personat e moshës mbi 60 vjeçare, të sëmurët kronik për fëmijët në moshën 2 vjeçare dhe gratë shtatzëna që kanë simptoma gripi pa marrë parasysh nëse duket e lehtë apo jo, menjëherë duhet të kërkojnë ndihmë nga mjeku familjar për shkak se për këta pacient nevojitet menjëherë rekomandimi i terapisë antivirusale ose Tamiflu që duhet të jepet brenda 48 orëve të para. Nuk ka nevojë për panik në mesin e popullatës, grip ka pasur dhe do të ketë çdo vit. Autoritetet shprehen se ka sasi të mjaftueshme të ilaçit Tamiflu, rreth 50.000 të cilat janë të mjaftueshme për këtë sezon dhe sezonin e ardhshëm të gripit. Deri tani janë regjistruar mbi 400 raste klinike të gripit, ndërsa prej fillimit të sezonit nga tetori mbi 1000 të tilla.